Shtetasi i Shqipërisë Maksim Ferra kishte rekrutuar mbi 50 agentë në Kosovë në organizatën e tij ilegale, që e kishte quajtur Agjencia e Kërkimit dhe Investigimit, ose shkurt AKI. Maksim Ferra drejtonte të ashtu quajturën Qendra Shqiptare Studimit të Luftës kundër Terrorizmit dhe Krimit Organizuar, të cilën e kishte hapur në vitin 2008. Në kuadër të saj funksionante edhe AKI-ja, Agjencia e Kërkimit dhe Investigimit. Në listën e gjatë të publikuar më 9 gusht të vitit 2012 figuronin emra të ish policëve, ish kandidatëve për deputet e njerëz që pretendonin se kishin punuar për shërbimin informativ të Kosovës. I 10 në këtë listë ishte edhe atëherë fotoreporteri Vedat Gjymshiti. Në listë figuronte si specialist. Faksimila që po e shihni me emrat e agjentëve dhe udhëheqësve të Agjencisë së Kërkimit dhe Investigimit ishte hartuar nga autoritetet e rendit të Kosovës që po jetonin aktivitetet e personave në listë. Njerëz të kësaj organizate sipas policisë dhe prokurorisë në vitin 2012 në 10 raste janë prezantuar si agent të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Madje kishin edhe distinktivët ku shkruante si janë pjesëtar të AKI-s. Vedati më vonë do të ndronte emrin në vudi e do të vetë shpallej gazetar në prag të përfundimit të procesit gjyqësor kundër ish krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës në Hag. Ka nisur fushatën akuzuese ndaj tyre. Në javën e kaluar Gjymshiti, pa platformë kredibile, pa redaksi e pa adresë e as i regjistruar në ndonjë organ llogaridhënës, ka publikuar shkrimin skandaloz të rrejshëm, duke pretenduar për skemë të vrasjeve të organizuara nga Hashim Thaçi. Ilustrimet që shihen në këtë shkrim janë të realizuara me inteligjencë artificiale.